Jepet çmimi Nobel për paqe, fiton Maria Corina Machado. Promovoi të drejta demokratike për popullin e Venezuelës. Maria Corina Machado, një nga figurat më të njohura të opozitës në Venezuelë, është shpallur fituese të çmimit Nobel për paqen për 2025. Lajmi është bërë publik nga Komiteti i Nobelit, duke vlerësuar rolin e saj të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e të drejtave demokratike në një nga vendet më të goditura nga autoritarizmi në Amerikën Latine. Machado ndodhet e fshehur brenda territorit të Venezuelës pas zgjedhjeve të vitit kaluar që u konsideruan gjerësisht të manipuluara dhe të fituara padrejtësisht nga presidenti aktual Nicolas Maduro. Në deklaratën zyrtare, Komiteti Nobel shkroi: Machado nderohet për punën e saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës dhe për luftën e saj për një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura drejt demokracisë. Fitoria e saj në këtë garë të rëndësishme ndërkombëtare vjen ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump kishte shprehur në mënyrë të përsëritur ambicien për të fituar çmimin Nobel për paqen. Trump kishte pretenduar se meritonte vlerësimin për rolin e tij në zgjidhjen e disa konflikteve ndërkombëtare, duke përfshirë përpjekjet e fundit për një marrëveshje paqe mes Izraelit dhe Palestinës.